Miqtë e emisionit Fol ju përshëndes nga qendra e fshatit Nartë. Narta është një nga fshatrat më të bukur në Shqipëri. Laguna e Nartës nuk do koment. Është një nga zonat më të bukura turistike. Po problemi është se kjo zonë e bukur turistike nuk ka ujë. Problem i ka hershëm që mbartet, që trashet, ku banorët nga viti në vit gjithmonë më pak kanë ujë. Dhe kanë ujë më pak në qershor, po në korrik, po në gusht. Problemi është shumë i madh dhe banorët i kemi parë në protestë dhe kjo është arsyeja pse emisioni Fol ka ardhur në qendër të fshatit Nartë. Jam kryeplaku i fshatit të Nartës, me të drejtë njerëzit ankojnë, problematika të mëdha e për ujin, probleme për ujin, bile ky fshat për sa i përket për pagesës, është fshati më i rregullt. Turpi më i madh që ata udhëheqët të Nartës e në vend në Vlorë dhe thonë ka ujë plot ujë. Ku Narta s'ka ujë, ato gratë tona shikoj si janë mbledhur për të la ato rrotë palara. Shikoj se si dritet pleqëri. Shikoj se si dritet pleqëri për një bidon ujë. Nuk ka gjë më të keqe. Se këtu Si jemi kriminalë narkotët. votat i morën. Narkotët nuk janë kriminalë. Pa ujë, pa gjë. Ta dëgjoj Edi Rama. Jemi ankuar gjithmonë edhe të keqen vit për vit, pa asnjë gjë s'kan bërë ata. Një vrimën ujë kanë bërë. Vetëm flasin shumë edhe asgjë s'bëjnë. Kam 15 ditë pa ujë një njeri në shtëpi. S'na vin djem, nuk na vin djem se s'kemi ujë. Diku më shumë e diku më pak, thuaj se të gjithë nuk kanë ujë. Vjen me bote. Bashkia ka gjetur zgjidhjen sjell një botë, po një botë për qindra familje si mund të ndahet. Kjo është një pikpyetje tjetër shumë e madhe. Unë kam mbledhur një pjesë banorëve sot, ditë e diel, faleminderit banor. Faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit. Kemi ardhur për problemin tuaj të madh, problemin e ujit. E kam parë në 2019 keni protestuar, 20, 21, 22, çdo vit protestoni gjithmonë në të njëjtën kohë, në fillim, në fund majit, fillim qershorit. Ç'a ndodh me ju këtu? Si të quaj? Mund ta mbash pak lutem? Këtu problemi ke shikon, fshati është me tradita të vjetra dhe është katandisur për i bret. Po pse thua katandis se ju jeni afër detit, ky është vend turistik. Po s'ka ujë, jetohet për ujë. Çdo zonë që ngrihet në mëngjes. Po edhe ju nuk e keni larg detin, apo jo? Po edhe ju afër jeni. Quhet Laguna e Nartës. Çdo zonë që ngrihet në mëngjes. Merr venet meritet sepse Pa fursyt, duart i ka ujë. Ujë s'ka, s'vjen fare? Ujë, unë kam 28 ditë sot, s'ka marrë një pikë ujë në qezëm. Po si ja bën? Si ja bëj me karo, vete tek vorezat marrë. Kështu bëjnë gjithë banorët se pikën e ujit s'merr asnjëri apo disa marrin, disa s'marrin. Ata që janë lart andej, Po, furnizohen deri në një farë pike. Këtej që jemi ne, këtej s'ka fare, s'vjen. Zonat që kanë qenë më të prekura janë në hyrje të qytetit të Vlorës, zona e Pusit Mezinit, zona e Nartës, zona përballë DPSHTR-s, Jallit Nartës ku janë 3 pallate, njëkohësisht një pjesë e lagjes Kushtrimi dhe lagjes Lirim. Kemi arritur ta menaxhojmë të situatë në 2-3 drejtime. E para njerë, duke qenë se unë konstatuan ku janë problemet, kemi ndërtuar flotën e boteve me ujë. Prej ditës së premte, nga ndërhyrjet që janë kryer, situata është normalizuar dhe dua të them që sot në mëngjes nga monitorimet në terren dhe investigimet kemi parë që gjitha zonat fundore kanë marrë ujë në mënyrë si më parë, le të themi, pjesa e ndërhyrjes të bypassit, rikthimin e presionit ka dhënë rezultatet e pritshme. kur është ndërprer uji? Në çfarë date? Mund të thënë kam 28 ditë unë pa marrë. Kështu ka qenë edhe përpara? Edhe përpara. Nga viti në vit më keq po bëhet.